mjeti më i mirë për ta përballur, për ta luftuar dhe për ta tejkaluar këtë pandemi do ishte vaksina dhe ishte vetëm një çështje kohe e cila të gjithë besoj kishim sytë e kthyer tek ajo. Duhet jem 100% le të themi i sinqert, duke thonë që nuk kam pas asnjëherë dyshime rreth efekteve të vaksinës apo rezultateve të vaksinës, pavarësisht a mbulon plotësisht, a mbulon akoma pjesërisht si vaksinë e parë që është dalur, por kam qenë gjithmonë i sigurt që vaksina është një mjet i cila të ndihmon ty për të mbrojtur, por si prind kryesisht e kam bërë për të mbrojtur fëmijët e mi dhe gjithsesi për të mbrojtur edhe prindrit e mi. Vaksina tani jo një pjesë e përgjithshme e shoqërisë tonë. Kemi lloj-lloj vaksinash, fëmijët tonë marrin lloj-lloj vaksinas. Është faktori pse jetojmë më mirë, jetojmë më gjatë, jetojmë më shëndetshëm dhe më të fortë. Kam qenë më një herë i sigurt që është mënyra më e mirë për të mbrojtur një herë të afërmit të mi dhe pastaj të gjithë shoqërinë tonë.